Kryetari i Kuvendit Ilir Meta priti paraditën e së njëjtës në zyrën e tij kryeministrin Edi Rama për një takim kok më kok, që tashmë po bëhet i shpeshtë e i zakonshëm me fokus reformën në drejtësi. Ndërkaq rreth mesditës te kryesia e Kuvendit, mbërriti ambasadorja e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin për një takim prej 60 minutash me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta. Realizimi me sukses i reformës në drejtësi, ka deklaruar Meta, është një kontribut madhor për hapjen e shpejtë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Sipas zyrës së shtypit të Kuvendit, Meta ka vlerësuar ambasadoren Vlahutin dhe ambasadorin e SBA-s Donald Lu për përpjekjet dhe kontributin e veçantë për të promovuar dialogun, gjithëpërfshirjen dhe konsensusin, si dhe shprehu besimin se angazhimi i tyre do të vijojë deri në kurorëzimin me sukses të kësaj reforme historike. Sipas tij, fryma e rekomandimeve të Komisionit të Venecias në vlerësimet e raportit të ndërmjetëm duhet të mbizotërojë dhe udhëheq palët deri në përmbylljen e suksesshme të këtij procesi madhor dhe historik. Është përgjegjësi e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi e të gjitha forcave politike që në këtë frymë të ndërveprojnë dhe ndërtojnë konsensusin e domosdoshëm përmes gjithëpërfshirjes me synimin e vetëm, kurorëzimin me sukses të saj në funksion të interesit më të lartë publik, rritjes së besimit tek drejtësia dhe institucionet publike, si dhe luftës pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, është shprehur Ilir Meta. Duket se pas këtyre lëvizjeve situata po zhbllokohet, pasi në mesditë u njoftua se Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi, ku do të jetë e pranishme dhe opozita, do të mblidhet të premte në orën 11. Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi do të marrë në shqyrtim draftin e përgatitur nga ekspertët e nivelit të lartë, ndërkohë demokratët do i kërkojnë kolegëve të majtë që të reflektohen rekomandimet e Komisionit të Venecias. Pasi drafti të shqyrtohet në këtë komision, ai do të kalojë edhe një herë Komisionit të Venecias. Gjatë gjithë orëve të fundit pati një sër lëvizjesh të diplomatëve perëndimor për të zhbllokuar ngërçin e krijuar pas braktisjes së tryezës së reformës nga ekspertët e opozitës.